Këto kufizime vlejnë edhe për qeverinë e cila ka përfunduar mandatin 4 vjeçar të kuvendit, pra për qeverinë e detyrë. Në mesin e këtyre kufizimeve, nën paragrafi 1.2 përfshihet edhe ndalimi për miratimin e projekt ligjeve. Paragrafi 2 të njëjtit nën bën një përjashtim të vetëm për qeverinë e dorëheqje, duke i lejuar asaj që t'i propozojë kuvendit miratimin e buxhetit vjetor. Një përjashtim i tillë nuk ekziston për qeverinë e detyrë, këtë rast që është qeveria Kurti 2, që nënkupton se kjo e fundit nuk mund të propozoj as projekt ligjin për buxhetin e as me pak projekt ligje të tjera. A është e qartë? Jo, në 28 që rregullon pavarësisht janë integruese këtë materie. Se mozaiku i leximit ligjeve, edhe për juve që nuk jeni jurista, e kuptoj që krijoni edhe konfuzion duke lexuar se nuk janë këto pasazhe romani, ligjet. Këto ndërlidhen, domethënë ligji për qeverinë, ligji për buxhetin. Dhe organika tjetër... E zeza në të bardh shumë mirë po e sqaron. Jo, e zeza në të bardh, po përjashtimet cilat ti po i lexon pjesërisht. Nuk po i lexon si të plota. Dhe me u ndërlidh atje, me nenet cilat janë më natë. Edhe nene 28. E gjejnë edhe nene 28. Po gjejnë se këto e publike, nuk janë ato e zbuluin e nxehtë. Po kuvizime ka pra? Jo, gjitha kuvizimet. Përjashtimisht, sepse këtu ju çdo herë thoni, a është qeverinë dorëheqje, a është e shkarkume, a e ka s'ka du me mandatin e këtu. Ne po pjekemi demokratikisht si shoqëri dhe si institucione dhe ligjet duhet me pësu ndryshimin në të ardhmen politike do duhet që ta njohin këtë pjekje këtë rand ligjor kushtetues. Prandaj ekziston ajo teza e famshme pe Platonit e Aristotelit që thonë që fuqia politike determinon çdo zgjidhje edhe legale. Ne në fuqinë politike, të cilën duhet ta krijojmë me zgjedhjet e 28 shkurtit, sigurisht për mos me leju precedente të tilla dhe konfuzitete të tilla, të cilat mund me kriju në të ardhmen kur do që tjetë, atëherë ne duhet me ndryshu shumë gjana në këtë ligj. Këtë ligj vetë keni miratu. Si qeveri në rregull, po ligjin vetë keni miratu. Që u miratu në vitin 2023, nuk është parashikuar situata që partitë opozitare çka mi thonte me kushtetu që ai don mos me verifiku mandatin e vet. Kur është proces honorifique. Dhe juristët e famshëm, thojza të cilët pretendojnë që kanë kriju në lloj zbulimi epokal, duke refuzu si që ka ndodhë me verifikimin e mandateve dhe më pas betimin duke tentu që ta ndojnë vetën për të tjerve, bojnë gabime cilat janë elementare, janë fillorizte. Dhe në këtë rast, ju përjashtimet që i po i lexoni, duhet i kuptoni si tërsi e një procesi që qeveria e vetmi institucion, sepse nëse nuk do të propozonte qeveria në detyrë, e zotit Kurti, unë e kuptoj që keni probleme të këfjallë që ndoreqe, dhe nuk do të shkruante në detyrë, sepse po të shkruante qeveria në detyrë, nuk do të të në rregull. E kam të domosdoshme, pa tjetër me... Po ndërhyj gjithë ditën, por askush tjetër përveç qeverisë. Çështja është kështu. Në cilin do rast që është, qoftë në detyrë, qoftë në ndoreqe, qoftë e shkarkume, duhet